Veprimin e lëvizjes Besa për shkarkimin e kryesisë do ta ndjeken edhe partitë të tjera në Vlen. Kreu i lëvizjes demokratike Izet Mexhiti thotë se ky veprim shënon fillimin e shkrirjes së Vlenit në parti dhe se kjo ka qenë dhe është kërkesa e elektoratit me qëllim organizimin më të mirë politik shqiptar. Pra Vleni 1 është synimi i përbashkët dhe në këtë drejtim pra hapin që e ndërmori Besa dhe zoti Bilal Kasami, unë e përshëndes dhe besoj që shpejt do e përcjellim domethënë edhe subjekte të tjera brenda Vlenit, sepse është në interes të gjitha subjekteve dhe në interes të organizimit politik të shqiptarëve. Për negociata për shkrirjen e Vlenit nga Besa është autorizuar Bilal Kasami. Kuvendi qendror i lëvizjes Besa me shumicë votash miratoi vendimin për shkarkimin e kryesisë qendrore të lëvizjes Besa në vazhdimin e procesit të filluar për bashkimin e Vlenit në një subjekt të vetëm. Ndërkohë brenda Vlenit ende vijojnë diskutime se cili do të jetë modeli i leadershipit. Në tavolinë janë ofertat me 2 kryetarë dhe kryetar me rotacion. Ideja e bashkëkryetarëve domethënë është një prej ideve kreative, të cilat ndoshta nuk janë karakteristike për këtë nënqiell, mirë po i njeh bota demokratike, i njohin është vlerë evropiane, e kemi edhe në Republikën e Kosovës, është lëvizja Guxo. Mirë po ka dhe modele tjera, po debatohet me pro dhe kontra argumentime. Ndonë se nuk është e formuar si subjekt politik, Aleanca për Shqiptarët në Vlen, e cila udhhiqet nga Arben Fetaj, këmbgul se përgjegjësitë brenda koalicionit duhet të ndahen me proporcion 25%, ashtu siç është funksionuar edhe gjatë ndarjes së funksioneve.